njëjtën po ta dorëzoj sot. Faleminderit. Gjithnjë ka qenë një prej dëshirave të mia të mëdha që kurdo që dal nga kjo zyrë ta lë një grua mbrapa. Shpresoj shumë si thot populli ta ngrehni komën zhag, edhe ju që edhe pas jush të jetë një grua. Zotohem që do të veproj në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Ju dëshiroj mirëseardhje zonja kryetare e kuvendit dhe nga sonte në mesnatë edhe ushtruese e detyrës së presidentës së Republikës së Kosovës. Gjithnjë ka qenë një prej dëshirave të mia të mëdha që kurdo që dal nga kjo zyrë ta lë një grua mbrapa. Kjo dëshirë sot po më plotësohet. Edhe shpresoj shumë si thot populli ta ngrehni komën zhag, edhe ju që edhe pas jush të jetë një grua këtu në këtë zyrë. Nuk do të jetë punë e lehtë, edhe unë i kam provuar të dyja në vitin 2020 dhe një periudhë vitit 2021, pra atë jem edhe kryetare e kuvendit edhe ushtruese e detyrës së presidentës. Sado që të dyja detyrat kanë sfidat e veta, të jesh kreu i shtetit, njëkohësisht ta udhëheqësh politikën e jashtme të vendit dhe ushtrinë e vendit e shumë detyra të tjera, duke filluar nga përfaqësimi i unitetit të popullit, janë përgjegjësi e jashtëzakonshme, në cilat ju dëshirojmë shumë sukses e shëndet në ditët në vijim. E njëkohësisht edhe shpresojmë shumë që Kuvendi i Republikës së Kosovës sa më parë që do të jetë mundur do ta zgjedh presidentin apo presidenten e re. Kur unë kam ardhur në këtë zyrë në nëntor të vitit 2020, në fakt kanë qenë rrethana të jashtëzakonshme, siç e dini. Kurse sot po ju lëm pas një punë të jashtëzakonshme. Zotohem që do të veproj në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Ne e dimë që ky ushtrim i kësaj pozite mbahet jo më shumë se 6 muaj, por unë uroj që sa më parë Kuvendi i Republikës Kosovës të zgjedh presidentin apo presidenten e Republikës Kosovës, sepse rrethanat që mund t'i presim pastaj nëse kjo nuk ndodh, pra me tekst të zgjedhjet e jashtëzakonshme, mendoj që nuk janë mirë as për qytetarët e Kosovës, as për vetë shtetin e Kosovës. Unë sërish i bëj thirrje grupeve parlamentare, deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, që sa më parë të ketë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Le t'i lënë anash inatet, dallimet politike, le t'i vazhdojnë ato pasi që ta kryejnë këtë obligim kushtetues. Unë jam shumë e hapur që me vazhdu bashkëpunimin me ju, të uroj shumë suksese në angazhimin tënd, kudo që ju keni vendosur që ta bëni atë. Kjo është kushtetuta që ma ka dorëzuar mua Glauku. Kur e ka marrë detyrën prej tij, kur ai ka qenë ushtrues detyre, e të njëjtën po ta dorëzoj sot.